Rituali I lash me krip dhe ujë për të çliruar vetdijen nga borxhi. Të dashur miq, sot po hym bashkë në një hapësirë të shenjtë, një hapësirë ku paraja nuk është vetëm numra në llogari, ku borxhi nuk është vetëm një faturë që të ndjek në ëndra, por një gjendje e rëndë e vetdijes. Unë jam këtu për të ndarë me ju diçka që ka ndryshuar jetën e mijëra njerëzve, një ritual I lash hebre, I transmetuar brez pas brezi, që përdor dy elementet më të thjeshta dhe më të fuqishme të krijimit, kripën dhe ujin. Kjo nuk është një magji. Kjo nuk është një formulë e shpejtë për t'u pasuruar pa punë. Ky është një mjet shpirtëror, një teknologji e lashtë e vetdijes që ndihmon në pastrimin e bloqeve të brendshme, turpit, frikës, ndjenjës së mungesës, që e mbajnë borxhin të gjallë brenda jush edhe kur paguani faturat. Kur vetdia juaj lirohet, veprimet tuaja praktike ndjekin natyrshëm. Dhe bolloku fillon të rrjedhë jo si një lumë I papritur, por si një burim I qetë e I pandërprerë. Para se të ndiqni këtë video, mos harroni të pëlqeni faqen tonë dhe të shpërndani videot miqve tuaj, është shumë e rëndësishme për ne për mirëmbajtjen dhe rritjen e faqes sonë. Le të fillojmë me qetësi, me qëllim, me besim. Një filozofia e ritualit, çfarë thot vërtet kjo praktik? Le ta kuptojmë thellë, pse krip dhe ujë? Në traditën hebreje, kripa nuk është thjesht një erëz. Ajo është simbol I beslidhjes së përjetshme midis njeriut dhe krijuesit. Në Bibël thuhet, çdo ofertë që I ofroni Zotit, ta kripni me krip. Kripa ruante ushimin nga prishja, ashtu siç ruante marrëdhënien shpirtërore nga harresa dhe degradimi. Kripa ka fuqinë të tretë, të shpërbëj, të thith negativitetin. Kur vendosim krip në plag, ajo djeg, po ashtu edhe pastron. Në këtë ritual, kripa tret vetdijen e borxhit, atë ndjenjë të rëndë që thot, unë nuk jam I mjaftueshëm, unë kur nuk do të dal nga kjo, unë jam I dënuar me mungesë. Pastaj vjen uji, simbol I pastrimit, I ripërtëritjes, I rrjedhës hyjnore. Uji në Tora është burimi I jetës, është ajo që lau botën në kohën e Noes për të krijuar një fillim të ri, është ajo që Mojsiu hapi detin e kuq për të çliruar popullin nga robëria. Kur kripa dhe uji bashkohen, krijohet një forcë pastruese e fuqishme. Ata nuk luftojnë njëri tjetrin, ata bashkëpunojnë. Kripa jep strukturë, uji jep lëvizje. Bashk, ata krijojnë një rrjedhë të shenjtë që largon bllokimet dhe hap shtigjet e bollokut. Borxhi, të dashur miq, nuk fillon me bankën. Ai fillon në mendje. Ai fillon me turpin kur shikon faturën, me frikën kur mendon për të ardhmen, me izolimin kur nuk I tregon askujt se je në vështirësi. Këto ndjenja krijojnë një fushë magnetike të mungesës dhe universi thjesht reflekton atë që ti mban brenda. Rituali ynë nuk e largon borxhin me forcë, ai e shpërbën atë nga rrënja. Ai të kthen në gjendjen origjinale, të lirë, të bollshëm, të lidhur me burimin e pafund. Merrni një moment tani, mbyllni sytë, merrni frymë thellë dhe ndjeni sa e rëndë është ajo vetdije e borxhit në gjoksin tuaj. Tani, imagjinoni që ajo fillon të zbutet, si krip që tretet në ujë dhe pastaj zhduket plotësisht. 2 hapat e ritualit, udhëzues hap pas hapi me shpjegim të thellë. Tani, le të kalojmë te praktika. Kryeni këtë ritual para gjumit në një hapësirë të qetë, larg zhurmës, larg telefonit, vetëm ju dhe krijuesi. Hapi I parë, përgatitja, merrni një tas të vogël qelçi ose qeramike, sa më të thjeshtë, aq më mirë. Mbusheni me ujë të pastër, mund të jetë ujë nga rubineti, por nëse keni mundësi, merrni ujë burimi ose ujë të shenjtëruar. Shtoni 3 pinç krip, 3 maj gishtash. Pse 3? Sepse numri 3 në traditën shpirtërore simbolizon ekuilibrin, plotësinë, trinitetin e fshehur në shumë sisteme. 3. Mendja, zemra, veprimi. Nëse dëshironi, ndisni një qiri të bardhë ose të verdhë, simbol I dritës së vetdijes që ndriçon errësirën e mungesës. Mos e detyroni, por drita ndihmon shumë. Uluni rehat ose qëndroni në këmbë, por me shpinë drejtë. Hapi I dytë, deklarata e qëllimit. Merrni frymë thellë, mbajeni pak dhe lëshojeni ngadalë. Përsëriteni këtë deklaratë me zë të qartë, me bindje. Unë sot zgjedh të lirohem nga vetdia e borxhit. Unë lirohem nga turpi, nga frika, nga ndjenja e mungesës.
Unë hap zemrën time ndaj bollokut hynor që tashmë më përket. Kjo krip dhe ky ujë pastroni çdo bllokim dhe më kthejnë në gjendjen time natyrore të lirisë dhe prosperitetit. Kështu qoftë, kështu është. Amen, kështu qoftë. Përsëriteni këtë 3 herë duke u bërë gjithnjë e më i sigurt çdo herë. Hapi i tretë, lyerja anointing, momenti më i fuqishëm, zhytni gishtat në ujin e kripur dhe lyeni butësisht. Ballin, unë pastroj mendimet e mia nga frika dhe dyshimi. Mendja ime tani është e hapur ndaj ideve të reja, zgjidhjeve krijuese dhe bollokut. Zemrën në qendër të gjoksit, unë heq turpin, unë heq fajin, unë pranoj se jam i denjë për bollë. Zemra ime tani re me dashuri dhe mirënjohje. Duart, pëllëmbët dhe shuplakat, duart e mia tani janë kanale të bollokut. Ato krijojnë, japin, marrin me lehtësi dhe gëzim. Këmbët sipër këmbëve ose thembrave. Unë eci me siguri drejt prosperitetit. Çdo hap i imi drejt drejtimit të duhur, drejt lirisë financiare. Ndjeni ujin, ndjeni kripën, ndjeni se si energjia e rëndë largohet si një peshë që bie nga supet tuaja. Hapi i 4, derdhja e ujit, merrni tasin me ujin e mbetur, dilni jashtë, nëse mundeni, ose shkoni te lavamani, kolonja. Ndërsa derdhni ujin ngadalë, thoni, me këtë ujë unë liroj borxhin nga jeta ime. Ai largohet, ai shpërbëhet, ai kthehet në asgjë. Unë jam i lirë, unë jam i bollshëm, unë jam i bekuar. Shikoni ujin si rrjedh dhe ndjeni lehtësinë. 3. Mesazhi praktik, ritual dhe veprim baraz me transformim i vërtetë. Të dashur miq, le ta themi qartë dhe me forcë, ky ritual nuk është një formulë magjike që e zgjidh borxhin vetë. Ai është qelësi që hap derën brenda jush. Nuk ka liri pa veprim. Nuk ka bollëk pa hap. Kur pastroni vetë dijen nga turpi dhe frika, ndodh diçka e mrekullueshme, ju fitoni guxim të ri. Papritur filloni të bëni gjëra që më parë ju dukej të pamundura, i telefononi kreditorit me qetësi, pa dridhje në zë. Uleni dhe krijoni një plan të thjesht pagesash ose buxhet mujor. Hapni syt ndaj mundësive të reja, një punë shtesë, një ide biznesi, një bisedë me dikë që mund t'ju ndihmojë. Rituali heq peshën e brendshme, veprimi ndërton urën e jashtme drejt lirisë financiare. Kombinimi i të dyjave është ai që krijon ndryshimin e vërtet, jo nesër, jo pas një viti, por gradualisht, hap pas hapi, duke filluar që sot. 4. Veprimet e menjëhershme dhe përfundimi. Sot menjëherë pas kësaj videoje, përgatitni materialet, tas, ujë, krip, qiri, opsional. Kryeni ritualin sonte me besim të plotë. Shkruani 3 veprime konkrete që do të ndërmerrni nesër, për shembull, do të telefonoj bankën për të negociuar. Do të krijoj një tabel buxheti. Do të kërkoj një mundësi të re pune. Përsëriteni ritualin një herë në javë për 4 javë rresht. Çdo javë do të ndjeni lehtësi më të madhe, ide më të qarta, mundësi që shfaqen papritur, ju jeni të dashur. Ju jeni të denjë, ju jeni tashmë të bollshëm në thelb. Le të lirohemi bashkë nga vetëdia e borxhit dhe të mirëpresim jetën që na pret. Bekime të pafundme dhe deri herën tjetër, mirupafshim.